Koalicioni vëzhguesve vendor publikoi raportin me rekomandime për zgjedhjet e 21 qershorit. Gjatë prezantimit të këtij raporti, koalicioni vëzhguesve u bëri thirrje të gjitha forcave politike të mos vonojnë kandidaturat për kryetar bashkish, në mënyrë që qytetarët kenë kohën e mjaftueshme për të analizuar kandidatët që do të votojnë. Sipas koalicionit të vëzhguesve vendor, këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme dhe një provë e madhe për të gjithë, sepse janë zgjedhjet e paralokale pas marrjes së statusit kandidat. Raporti nënvizon se duhet bashkëpunim dhe vullnet politik mes palëve për të plotësuar pritshmëritë e këtyre zgjedhjeve. Ne nxisim fort partitë politike që pavarësisht se ky nuk është një detyrim ligjor, të angazhohen që të rrisin transparencën ndaj zgjedhjeve, duke bërë publike listat me emrat e kandidatëve për këshillat bashkiak në të njëjtën formë siç bëhen publike dhe listat për kandidatët për deputet. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush janë personat për të cilët ata po votojnë. Koalicioni i bën thirrje Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Republikane që si antar të KZAZ-ve të përzgjedhin individ të cilët të kenë integritetin dhe kualifikimin e duhur për realizimin e detyrave që ju ngarkon atyre ligji. Gjithashtu të saktësohet dhe të plotësohet pika 4 e nenin 70 të kodit zgjedhor, duke bërë të qartë nëse kryetarët apo këshilltarët aktual të njësive aktuale të qeverisë vendore do kenë të drejtë të kandidojnë si të pavarur pa patur nevojë të mbledhin firma mbështetëse apo do ju duhet të mbledhin firma mbështetëse. Një ndër çështjet që u theksua është edhe diskriminimi i kandidatëve të pavarur në bashkitë e gjithë vendit, duke e cilësuar si një sfidë absurde. Sipas raportit, një kandidat i pavarur në Tiranë duhet të ketë mbështetjen e të paktën 1% të votuesve, që do të thotë rreth 6100 vota, për të futur në garë me kandidatët e tjerë të forcave politike. Gjithashtu, pjesë e ndryshimeve të këtij raporti ishte edhe propozimi i përfaqësuesve femra me të paktën 30% në këshillat bashkiake. Rekomandimet e koalicionit të vëzhguesve vendor vijnë në prag të zgjedhjeve lokale të 21 qershorit për nxitjen e bashkëpunimit mes palëve politike për të pasur zgjedhje të lira dhe të pakontestuara.